Ma kanë pru një bezh prej festivalit të poeteshave shqiptare. Edhe tash vështruna pak mos po qpona të një bona për emergjencë, edhe s'ka kush me udhejsh emisionin se kemi as erzën këto dhe ajo i ka thuj 2 gishtat komës. Apo kjo është bezhi i takimit të poeteshave shqiptare të edicionit 42, tashmë është edicioni 43, për këtë arsye këtu e kemi organizatorin Gzim Sarashin, bashkë me njënën prej poeteve që do të jetë prezente në këtë festival, Qendresa Beqiri. Mirëmëngjes. Mirë se na vini në studio. Kjo është libri i edicionit 42, apo? Po, është përmbledhja e poezive që kanë marrë pjesë në finalen e festivalit Takimet e Poeteshave në edicionin e 42, do të thotë vitin e kaluar. A është festival Garus? Po, është festival Garus. Edhe këtu i kemi edhe fitues të gjithë? Po, të gjithë, janë ato. E pas kemi edhe fituesin e zgjedhjeve këtu, në kryetarin e komunës. Pa dyshim, kryetari i komunës. Pasi që është përkrahur edhe nga Komuna e Vushtrisë. Gjithçka organizohet nën patronazhin e kryetarit të komunës. Dhe pa dyshim që kryetari është... Edhe i zet miftarin e kemi shumë shpesh mysafir në emisionin tonë, që është nga Departamenti i Kulturës, Rinisë dhe Sportit në komunën e Vushtrisë. Po, i zet është drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, që 2 vite, dhe normalisht që është edhe një ndërbartësit kryesor të këtij organizimi dhe shumë organizimeve të tjera, ndërsa si pjesëmarrës këtu që e potenconi do të thotë është doktor shkencë e historisë dhe padyshim që kontributi i tij. Edhe ju po shoh këtu si doktor i qendrës kulturore, apo? Jo, doktor drejtor. Drejtor i qendrës të kulturës, Hasan Prishtina. Kjo ke një lapsus, do të thonë, drejtor i qendrës kulturore Hasan Prishtina në Vushtri. Po, çka bëni përshtypje në vërtetë se shumica në festivaleve që i kemi zakonisht janë i 5, i 10, i 15, edhe i 20, më konë bjen kogja shumë, po ky i 43 këtë herë që do të bëhet. Po, është bo si trend që... A bëhet njën vjeta, ma shpesh? Shumë qytete do të të quajnë vetën si qytetit kulturës mirë, po Vushtria e dëshmon me fakte që është një qytet i kulturës dhe i traditës së lashtë, është një qytet i vjetër, por edhe në këtë aspekt, në organizimin e manifestimit kulturor, takimet e poeteshave shqiptare, do të të organizohet që nga vitin 1979. Në atë kohë është organizuar si... 79-ën? Po. Një vjet i kom pas atë? Në atë kohë është organizuar si takimi poeteve kosovare, mirë po gjatë viteve kur janë kriju kushtet që me marrë pjesë gjitha poetet shqiptare nga gjitha trojet, atëherë është zgjeru do të thotë dhe është takim ku marrin pjesë të gjitha poetet shqiptare nga gjitha trojet konkurrojnë, mirë po marrin pjesë zakonisht e kemi një format që përzgjedhim 21 poetet që kanë poezit më të mira. Këto vlerësohen nga një juri profesionale dhe natyrisht që çmimet kryesore i marrin poezit që vlerësohen më së shumti nga juria. Një prej poeteve si vjet që është përzgjedhur, do të thonë me marr pjesë me poezinë e saj, është edhe Qendresa. Qendresë, që i marr vendimin se na krejt jo, po shumë njerëz i kemi nëpër sirtare, nëpër tash në telefon, i kemi trujt me këzado shkrime, poezi, po shumë shpesh ato mbesin po publiku, ka njerë pe i frikës se qysh po priten nga publiku, po ka njerë është edhe frikë me marrë pjesë në për këto konkurse, se ndihemi kesh nëse nuk fitojmë, nëse dikush na gjykon, nëse na kritikon, ka njerë njerëz zgjedhin me vetë botu një libër që mos mu vlerësu për i tjerëve fillimisht për shkak të frikës. Qysh i ke boti këtë kërcimin nga sirtarët në publik? Spali falenderoj për ftesën, është nderë të jem pjesë e këtij festivali kaq të rëndësishëm për poezinë, ndërsa dëshira ka qenë gjithmonë mirë, po nuk ishte momenti i duhur. Gjithçka ka ndodhur mirë spontane, takim mes miq, dhe them të drejtë nuk kam qenë informuar asnjëherë që ekziston një festival i tillë, edhe pse poezi shkruaj prisë mbaj mend veten, ato poezit fëmirore fillimisht, pastaj duke u rritur, duke ndryshuar edhe temën edhe qasjen, mirë po takimi me një profesor, që ishte edhe pjesë e këtij festivali, më tregoi pikat shkurta qysh funksionon. Pse jo, pse mos me provu,
Dhe fati mirë, jam pjesë e këtij festivali në mesin e 21 finalisteve. Mirë shumë, që shëndive pas... E habitur fillimisht, ndjeva pak habi, është hera e parë që marrë pjesë dhe me herë të parë që jenë mesin e finalisteve, ndjem e vlerësuar. Mirë shumë, ti e nga Vushtria? Jo, jam nga qyteti Prishtinës. Nga qyteti Prishtinës. Mësimdhënëse gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkollën Prishtinë. Mirë shumë. Do më thonë, festivali është i hapur për krejt poeteshat shqiptare, apo jo? Po. Prej gjitha, a keni pjesëmarrje ishtë pjesëmarrje të mjaftueshme, të kënaqshme që përfaqësojnë trojet shqiptare? Po, konkurenca vjen nga gjitha trojet shqiptare, mirë po në mesin atyre që përzgjidhen shumica zakonisht janë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Mirë po ka edhe poetet tjerë, ka edhe poetet nga diaspora që konkurojnë dhe është një konkurencë të shumë mirë, shumë e madhe, konkurencë vlerash dhe juria e bën punën e vetë për zgjedh poezit më të mira. A e keni gjithmonë, do më thonë, temen e hapur, do më thonë, me poezi, çfarë do që dojnë me konkurua, apo ka me vitet ndryshme edhe ndoshta zhanre të caktume që i përzgjedhni më shumë, ose do më thonë është festival matematik, apo gjithmonë është i përgjithshëm? Ne nuk kemi menduar që është mirë me akufizu dhe të zhanrin e poezisë, mirë po është në vullnetin e poeteve që konkurojnë, me çfarë poezie konkurojnë dhe janë të lira sa i përket tematikave, mirë po konkurenca shumë e madhe dhe organizimin mundohemi që ta bëjmë në ato mundësit tona një organizim të them kështu pa modesti, një organizim që poeteve që kanë marrë pjesë ju kalon përshtypje çdo herë dhe janë çdo herë të kënaqura. Ky festival është një nga festivalet e vetme të këtij formati, do të thotë që ka një përvojë të gjatë, tash kanë filluar me edicionet e dyta, treta, do të thotë edhe organizime të tjera, mirë po është i vetmi festival që ka traditë aq të gjatë. Dhe është festivali të cilin e them që voshtriasit e kanë për zemër. Është një festival që gjithë voshtriasit do të interesohen, kur po mbahet festivali, kur po dhe kontributin secili zyrtar, secili zyrtari i drejtorisë, secili udhëheqës, kryetarët e komunës, varësisht do të thotë ndër vite, unë merrem me organizimin e këtij festivali që 8 vite. Dhe secili kryetar që ka ardhur, secili drejtor, drejtoresh që ka ardhur, secili zyrtar në drejtorinë e kulturës mundohet që të jap maksimumin për me dalë festivali sa më madhështor. Ka 3 vite që këtë festival e organizojmë me një organizatë, në bashkëpunim me një organizatë jo qeveritare, cila përmes konkurimit atje në ministri përfiton fonde dhe në bashkëpunim me neve organizojmë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe organizata The Power of Mind është një organizatë e cila që 3 vite po bashkëpunon shumë mirë me ne dhe po jep rezultate shumë të mira. Po besoj që në këtë edicion do të jetë një organizim shumë madhështor dhe besoj që poetët do të jenë shumë të kënaqura, jo vetë për çmimin që e marrin apo për mirë, po me vetë natyrën e organizimit. Vushtria, a ka, do të thonë, tashmë është një qytet, do të thonë, ka disa qytete që janë më të mëdha se Vushtria, mos them qytet i vogël, po është qytet jo shumë i madh, a ka kapaciteti me organizu festivalet tilla, do të thonë hoteliere, me i akomodu gjithë këta njerëz, se kemi edhe qytete më të mëdha, për shembull, që kanë festivale me tradici, Dokufesti, për shembull, të mëdha janë vërtet, ndërkombëtare, ka problem me vendosje, me kapacitete hoteliere, a keni problem me ku mi vendosë dhe qysh mi prit pjesëmarrësit e këtij festivali? Jo, nuk jem probleme, saj përket kësaj do të jem në rregull për shkak se komuna e Vushtrisë ka kontratë me një hotel të caktuar dhe normalisht akomodimi bëhet atë, drekat zyrtare që janë për poetet, pritja e poeteve bëhet në mënyrën më të mirë, organizimi është në agenda me kohë, ato me kohë e dinë se çka do të ndodhë gjatë gjithë festivalit dhe nuk kem, sa i përket kësaj nuk kem telashe për shkak se vullneti gjithëve është për me dhonë maksimumin dhe normalisht që kur janë gjithë gatshëm me punu nuk ka telashe. Qëndres, ti tregove që edhe mësimdhënëse, dhe çfarë moshave?
Klasat e teta këtë vit. Klasat e teta. Klasat e teta. Të mësimdhënësa e gjuhës shqipe? Gjuhës shqipe. Gjuhës shqipe. Si qëndron, ku qëndron interesimi i klasave teta, momentalisht për shembull, a ka interesim për poezi, do të thonë se me këtë ndryshimet e teknologjisë që i kemi nditë sotit, po më duket që poezia prapë se prapë po mbijeton edhe gjithmonë ka një numër i nxënësve që ju intereson poezia dhe tja e përdor në programin tënd, masi edhe vetë poeteshe që mi nxit fëmijët me shkru poezi, me shpreh veten përmes poezisë. Për kundër krejt zhurmës edhe kësaj kaosit me qujtë të teknologjisë, mendoj që poezia ende ma fuqishëm është duke u krijuar. Jo ndoshta shkaku i mësimdhënësave të gjuhës, mirë po vetë koha është duke kërkuar një diçka të tillë. Jemi në kohën teknologjike ku gjithçka servohet e gatshme, mirë po poezia nuk mund të servohet e tillë, ai vjen diçka nga brenda, është diçka emocionale, diçka e përshpirtshme që s'ka mundësi ta merr nga dikush tjetër. Sepse frymëzimet nuk vijnë nga qielli, ta themi. Ato janë diçka që ne i ndjejmë, qoftë një mëngjes, qoftë një mbrëmje, apo ndoshta edhe vetë heshtja. Fëmijët e klasave të teta kanë dhe s'kanë interesim. Jo shkaku i poezisë do të thotë si zhanër lirik, mirë po shkaku që nuk referohet në preferencat e tyre. Mirë po ne si mësimdhënës të gjuhës shqipe në bazë të kurrikulës që e zbatojmë, tentojmë të gjejmë tema cilat janë të përshtatshme për me arrit deri te interesimi i tyre. Kemi nxënës mjaftueshëm shkollën tonë cilët janë krijues të rinj, kemi nxënës të cilët botojnë libra qysh nga klasa e parë dhe tutje, dhe unë jam e lumtur. Jam e lumtur që fëmijët lexojnë, e duan letërsinë, artin, aq më tepër poezinë. Mirë shumë. Sa i përket në Voshtrë, kisha dashur me potencu që Voshtria është një ndër komunat ndoshta e vetmja që përkrah fuqishëm të gjithë krijuesit, në veçantë krijuesit e rinj që shkruajnë poezi, që ne do të thotë mbështesim gjatë vitit ndoshta deri në 30 poet krijues të rinj, poet, autor të librave të ndryshme, kryesisht janë nxënës të klasave deri te klasa e 9. Dhe në këtë drejtim do të thotë kryetari ynë Ferit Idrizi nuk ka nguruar asnjëherë, mirë po përkundrazi ka përkrah fuqishëm, nga se ai edhe vetë është artist, kështu që sa i përket artit dhe kulturës, do të thotë ka dorën e lirë dhe mbështetjen e tij e kemi çdo herë. A keni pas ndonjëherë kërkesë që me kriju edhe në festival që nuk ka kufizim të gjinisë? Të thonë që është i poetëve në përgjithësi. Po organizohen takime tilla me poet, organizohen në Voshtrë dhe kemi pasur edhe këtë vit, mirë po organizime të tilla nëpër Kosovë ka shumë. Ku marrin pjesë shumë poet. Mirë po veçantia e festivalit tonë është se marrin pjesë vetëm poetët dhe për këtë e ruajmë, si të them kështu, me fanatizëm, sepse është një vlerë jona me një traditë të gjatë. Mirë shumë. A i ke vrejt tek nxënësit pej përvojës tonë, dhe më thonë personale, anekdotale si mësimdhënëse, a ka ma shumë preferencë tek vajzat apo tek djendë për poezinë? S'kisha bua dallimin mes gjinish, sepse ndër këto vite që punoj, kam hasë që edhe djendë janë krijues të zot. Faktikisht ndjenjat i shprejnë ma thellë se ne gratë ose femrat ta quaj, po bota atyre dallën prej neve, edhe pse për them cilësinë time, ndoshta jemi pak ma të breshta, mirë po përballë meshkujve përsëri jemi ndoshta ajo pasqyra e reflektimit ndaj tyre. Do të thotë krijojnë ma fuqishëm, mendimi imi subjektiv. Ndoshta dikush spajtohet, mirë po kështu e mendoj. Po normalisht kjo është me mendime, do të thonë që prej këndvështrimeve ndryshme kur këshyren mendime edhe aspekte dukurit ndryshme gjithmonë mundën të më gjetë antën, do të thonë se cilë kemi mendimin tonë edhe mundemi mu pajtu edhe mos mu pajtu edhe mu pajtu. Unë mendoj që me fjallë, për shembull në përgjithësi, edhe prej shkenca e thotë që me fjallë jenë më të afta gratë, të më thonë me fjallë edhe shkenca të regon ato, kështu që jemi të ndryshëm, po se cili mundë me jepë në aspektin tonë me jepë shumë në artë. Unë jem të e pa qëtu poezin fitusen e vitit të kalum,
të edicionit të 42 të poeteshave shqiptare, Minivere Maka. Po. E kjo ishte nga? Kjo është nga Kamenica. Nga Kamenica. Po. Dhe më thonë që e ka fitu me poezin sonte. Atë provoj të lexoj? Poezin sonte, për herë të parë, ndoshta... Nëse ki vetë besim. Po, edhe me gabu, që me bo. Edhe më s'me lezu mirë, po shpresoj që nuk ja prishi poezin duke lexu Miniverës, po poezia fituse e vitet të kalum. Tash jam të menu, a të lexoj one, atë ja e pi Qëndresës me lexu, po nështë ta Qëndresa refuzan. Hajde për lexoj one, poezia fituese e vendit të parë të vitit të kalum, që quhet sonte. Mirë. Okej, alisi muzika. Shpresojmë që i përshtatet poezisë sonte. Okej. Sonte shiu lag dritarën e Trumcaku, e Trumcaku dremit në strehën e vjetër. Ikin dallëndyshet mbi qatin time, lart e më lart mbi re. Sonte shiu luan me faqen time të skuqur, e pikat e tij lagin trupin zjarë. Streha bashkë me Trumcakun, ruajnë e srëfejnë as fjallën e as lotin valë. Sonte, gulqimi e malli mbulojnë vitet, e fjalla shëndrit si margaritar. Struk e mbyll ndjenjat nën këmishën e bardhë. Sonte, rret në mbështjellin horizontin gri, e hënës së plot, rrugën ja kanë zënë, njolle gushës si me flakërim, i fali shportën e mbushur mallë. Sonte të pres me dritë të zbeht të hënës, dorën ta prek e flokun ta shpuris, buzë të zjartë të pëlcas, që jetë e shpres të zgjas. Sonte, nga Minivere Maka. Ishte poezia fituese në festivalin e vitit të kalum, në takimin e poeteshave të vitit të kalum. Poezia në një mënyrë është, unë e them si e krahasova një ditë me pianon, për shembull, proza poezia duket më e lehtë fillimisht si pianoja, se e prek një pull në piano dhe e çet tingullin e mirë. Për shembull, në një instrument frymor, kosa duhet punë veç një tingull me qitë. Po për me bo një poezi, ose me bo një vepër të mirë në piano dhe me performu mirë, duhet shumë punë. Do këtë e letë fillimisht që mundet gjithkusht të bëj, edhe fëmijët munden me fillu prej 3, 4, 5 vjet i bojnë ndërima bashk, po për me bo një poezi ta mund të mirë, të thellë, të më dhënë se është fjalë pak, po të thella, edhe me kuptim të madh, më duket është shumë e vështirë. A kalon shumë kohë në për rieditime, rishkrime të poezive tua, apo i bën më shumë me një frymë? Zakonisht poezit rrjedhin spontanisht. Ndoshta është ai momenti i frymëzimit ku janë 2-3 sekondat një vargu dhe më duhet atë për aty me shkrujt, se momentin që kalon harrohet, mirë po nëse i kthejmë poezisë edhe një herë me shkrujt, pastaj e humbat sensin, atë ndjeshmërinë. Se në prozë flitet që sa një më i rëndësishëm në prozë është rishkrimi. Do të thonë redaktimi, rishkrimi, derisa në poezi po thush që te spako është e kundërta. Do të thonë shkruhet në një frymë, edhe ja qëllon, ja qëllon. Shpesh herë ja qëllojmë. Shpesh herë ja qëllon. Do të thonë suksesi është përgjindja e madhe e suksesit, me poezit që vendos me shkru. Mendoj që po, sepse poezia është një urë që lidh botën e ndjeshme të shpirtit me ato që ka ne shumë qëtë ditë, do të thotë me realien, me kaosin, mirë po vargjet janë... Po sidomos poezia lirike. Sidomos poezia lirike, sepse poezia e lidh ato që ne s'mund ta shprehim gjithmonë me fjalë, do të thotë është një varg që flet shumë, ndonjëherë më shumë se vetë heshtja. Për me sharu për shikues, që poezia lirike merret më shumë me të brendshmen, me ndjenjat, normalisht me simbole, me figura të ndryshme, duke u shpreh emocionet e brendshme, ndërsa epikja, edhe ajo merret me emocionet, por më shumë i shpreh përmes përshkrimeve të sakta të ngjarjeve, ma në detaje, domethënë të veprimeve, është pak e ngjashme me prozën,
në atë aspekt që merret shumë ma shumë me veprime, me ngjarje, me gjendje të jashtme, po përmes asaj e shpjegon prapë të brendshëm. Kisha më thonë poezia gjithsesi merret me emocionin. Gjithmonë është me emocionin, varësisht prej mënyrës se si autori shpreh ndjenjat. Është do më thonë vetëm mjet, edhe qëllimi zakonisht është i njëjti. Mirë shumë, pra kur fillon edhe njëherë? Festivali Takimet e Poeteshave do të organizohet me 21 nëntor në 2025 nga ora 17 në Qendrën e Kulturës Hasan Prishtina. Shfrytëzoj këtë rast që të ftoj të gjithë qytetarët e komunës së Voshtrës, dashamirët e poezisë, që të bashkohen, të marrin pjesë dhe ta bëjmë sa më madhështor këtë organizim. Gjithashtu ju dëshiroj mirëseardhje të gjitha poeteve, të cilat janë të ftuara dhe shpresoj se do t'i kalojnë disa 2 ditë festival që do t'ju mbeten gjatë në kujtesë. Mirë shumë, 2 ditë festival të poezisë, festival ky garues në Vushtri, që edhe një arsye me shku në Vushtri. Festivali do të thotë mbrëmja qendrore mbahet me 21 në ora 17, ndërsa ditën e dytë do të kemi aktivitete letrare ku do të nxjerrim konkluzione të ndryshme rreth organizimit, do të marrim kryetari Idrizi, do të thotë këtë vit ka përgatitur një rregullore për takimet e poeteshave shqiptare dhe ka propozuar që çmimet për festivalin të rriten, sepse aktualisht janë çmimi i parë do të thotë është në shumën 500 euro, ndërsa kryetari ka përgatitur një rregullore ku çmimi i parë do të rritet në shumën 2000 euro. Okej. Gjithashtu edhe çmimet i dytë dhe i tretë, mirë po në herat e ardhshme, do të thotë nga edicioni i ardhshëm, secila poete që merr pjesë do të shpërblehet, do të thotë sepse deri më tani ka ndodhur që vetëm ato çmimet kryesore janë shpërblyer dhe poetet e tjera veç e kanë përjetuar kënaqësinë, për ndryshe nuk kanë marrë ndonjë kompensim financiar, ndërsa në të ardhmen do të marrin secila poete që përzgjidhet si finaliste një shumë të caktuar. Gëzim, faleminderit shumë. Qendrës dëshirojmë sukses, do të shohim në librin e festivalit të takimit të 43 të poeteshave, këtu në faqen e parë, pra si fituese, si poezinë që e lexuam pak më herët. E na shikues të dashur, e kalum kohën. Do të thonë 9:02 minuta o bo, kështu që na duhet me përfundu emisionin. Falenderojmë në Spitalin Olive, që ka rezonancën më të fuqishme në rajon. Ju kom tregu që edhe vetë kom provu, ishte procedura shumë më shpejt se sa në rezonancat që janë në vendet e tjera, pra rezonancat e vjetra, për që ata vynë me qenë e fuqishme, do të thonë se procedura kryet për një kohë shumë më të shkurtër. Gjithashtu Olive e ka dhe shërbimin 24 orësh pediatrik dhe shërbimin 24 orësh të emergjent, në vërtet të emergjencës. E falenderojmë edhe Telkosin, dashni në lidhje të parë. E na shihemi nesër në ora 7:00. Të falet tanve.